Të nderuar përfaqësues të medjave, situata me furnizimin dhe çmimet e derivateve të naftës ka nxjerrë në pah edhe një herë dështimin e plotë të qeverisë për të menaxhuar dhe zbutur pasojat e një krize që ishte paralajmëruar prej javësh. Kjo nuk është një rast izoluar, është pjesë e një vargu dështimesh në mënyrë se si kjo qeveri po përballet me çdo situatë krize. Shumë propagandë, shumë konferenca për shtyp për të fajsuar të tjerët dhe pothuajse asnjë veprim konkret për të mbrojtur qytetarët. Nga mesnata e brendshme, çmimi i derivateve është rritur për 15 denar për litër, një rritje e menjëhershme që përbën një goditje të re për ekonomitë familjare dhe për bizneset, veçanërisht në një situatë ku standardi jetësor i qytetarëve tashmë është në presion. Zhvillimet në tregjen ndërkombëtare dhe tensionet gjeopolitike që ndikojnë në çmimet e energjisë nuk kanë ardhur papritur. Këto zhvillime paralajmëroheshin prej javësh. Qeveria kishte kohë të mjaftueshme për të planifikuar dhe për të ndërmarrë masa parandaluese. Megjithatë, sot qytetarët përballen me mungesa, pasiguri dhe çmime në rritje, ndërsa institucionet që duhet të reagojnë vazhdojnë të qëndrojnë pasiv. Qytetarët e këtij vendi nuk mund të lihen në mëshirën e zhvillimeve që ndodhin me mijëra kilometra larg nesh. Detyra e qeverisë është të parashikojë rreziqet dhe të mbrojë standardin jetësor të qytetarëve dhe stabilitetin e ekonomisë. Si Bashkimi Demokratik për Integrim, propozojmë të merren masa urgjentisht përmes kuvendit. I bëjmë thirrje Komisionit Rregullator për Energjetik që, duke filluar nga sot, të ndërmarrë masa dhe të rishqyrtojë vendimin e djeshëm. Duke pasur parasysh deklaratat e institucioneve kompetente se shteti disponon rezerva të naftës për rreth 62 ditë, këto rezerva duhet të hidhen menjëherë në treg me çmimin maksimal prej 71 denar për litër. Duhet theksuar se këto sasi janë blerë me çmime edhe më të ulëta se ky nivel. Po ashtu, qeveria duhet të shqyrtojë menjëherë mundësinë e uljes së barës fiskale për derivatet e naftës, përfshirë aksiza dhe detyrimet tjera, me qëllim stabilizimin e çmimeve dhe mbrojtjen e standardit të qytetarëve. Njëkohësisht, shërbimet inspektuese duhet të veprojnë menjëherë për të verifikuar se çfarë sasie nafte kanë pasur pikat e furnizimit para ditës së hënë në ora 12 dhe për këto sasi të vendoset ngrirja e çmimeve, duke qenë se janë importuar me çmime më të ulëta. Por operatorët që gjatë fundjavës dhe ditës së hënë nuk kanë furnizuar qytetarët me karburant, duhet të ndërmerren masa dhe sanksione në përputhje me ligjin. Si shtet, nuk mund të lejojmë që disa të përfitojnë në kurriz të qytetarëve dhe të prodhuesve tanë. Në një situatë të tillë kërkohet reagim i menjëhershëm dhe menaxhim serioz i krizës. Bashkimi Demokratik për Integrim mbetet i gatshëm të mbështesë çdo vendim që synon stabilizimin e tregut dhe mbrojtjen e interesit të qytetarëve dhe të ekonomisë së vendit. Faleminderit.